Nevrikosja dhe nervozizmi i tepër gjatë agjerimit, fyera dhe ofendimit të tjerëve. Gabim katastrofal. S'ka më nervozu Ramazan. Si të nervozohesh atëherë pi paguj. Po me kitë ka përcel. A më unë e nervoz, ti nervoz a më dush me bon planën e qytek me hongë. Nëse i të nervoz, halë kitë qasë, ato se në Ramazan, nëse e njoni, mu mëse më Ramazani, për e mu mëse Ramazani. Kur të shofë qorën, i ka zonë Ramazani. Valla Ramazani e s'njoni si ka zonë. I ka zonë budallallëk i tyre që e kanë. Edhe mos sabrin që e kanë. Ramazani nuk zë. I e, për Ramazan mi nuk i e, hiq mos e ma. Ama azgallëk mos në të rego me zonjën e Ramazan. Dhe me thonë, mos më nërvëzu me bon sabër, mos më i fy njerëzit, po kur të të shajt, dikush thuj, inni sa imon, kështu në kam su për jo islam. Ka shajt, dikush thuj, valla, unë jam agjerushëm. Atë njeri, ose e plas, ose e ban ka vetja. Tre opcion s'ka, opcioni tret nuk eksiston. Ajtë shanë ty, valla, agjerushëm jam. E një postjesh, pak e valla, e plas kitë. Ose thot, halal t'ka, valla, qashtu edhe unë sikur ti ka me ban. Ama opcioni të nuk eksiston. A në qofë se dhe ti ajtë shanë, ti më shajtja. Bismillah, ajë njëherë ti gjasht, ajtë gjasht dimlejnë. E qka e sos këtë shajtë, më në qyteki ose vrasja. Më sa nëjna, Allah, ajde me në pajtosi në rejë. Pse o rejët, ajë më shajtë, unë e shajtë. Ka dhalë, nuk jo pajto njerë një djafë, më shili mirë, si ta dini që ka dhe me thonë gabimi dhe problemi. Pse me ndodhë kjo? Për shkak se ti s'ke bon sabër, se ajë s'ka bon sabër.